Njerë së dashur që të merë kuptimin ajo fjalla vlau për motrën lëk kokën. Atëherë, pse po thëmë kështu, hajde ta shikojna këtë videon, pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. Sinqerisht, po foli për shqiptarët normal kjo pjesë, kur na prekët moralit tek pjesa e motrës normal, jena tepër arrogant. Po foli edhe për këtë pjesë, po kur të vjen koha për munda pasuria ose këto senet që i na hom bashk, si vllau, si motra, motrat tona janë tepër qtyme me një qysh rreth kësaj pjesë, sepse në shumicën e rasteve nuk ju dohet për shembull ajo pjesa që e meriton edhe motra. Pse është shkue në fest huj, nuk do me thonë që nuk dohet me i lanë sen, po dohet me i lanë sepse këto është lind, këto është rrit dhe është pjesë e shtëpis edhe ka me konë gjithë. Prandaj sa i përket kësaj video, sinqerisht kur e kom pa për herë të parë, do me thonë që më ka dalë në për rrjetet sociale, unë e kom kajt sepse dashnia e vllaut për motrën është tepër e veçantë. Mos të folëm tek pjesa dashnia e motrës për vllaun, sepse tonë e dina që motra është ma shumë për vllaun se sa vllau për motrën. Okej, këtë në rregull, ato pe dina që jena të dhënte dhe na meshkujt për motra tona, po motra tona janë ato që dhojnë dashni sinqert edhe mundohen çdo herë me qëndru vllaut afër. Pse po them kështu? Se vllau kur të martohet janë do femna që i shtin për shembull meshkujt me harru motrën e tyre. Edhe kjo është arsyeja sepse unë ju thash kështu.